Fshati Plani Bardh në bashkinë e Klosit vijon të jetë më i ndoturi. Kjo jo për shkak të mungesës së shërbimit të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave, por për shkak të hedhjes pa kriter. Pas zonës së ndotur në qafën e Bollit në rrugën që të dërgohen për Martanesh, një tjetër stok mbeturina është shkryuar pak më poshtë. Këto mbetje që kanë dalë nga zëvendësimi i rendive shtëpiake janë hedhur në rrugën e parë Majtas teksa vjen nga Bulqiza në drejtim të Klosit. Siç duket nga pamjet, mbeturinat janë hedhur poshtë masivit me pishë të zezë, një zonë kjo larg syrit të banorëve dhe kalimtarëve në rrugën e Arbrit. Me gjithë apelin e bërë nga banorët e fshatit Plani Bardh, deri tani nuk është marrë asnjë mas për pastrimin e territorit nga mbeturinat, që dyshohet se hidhen nga individ apo subjekte që vijnë nga qyteti i Bulqizës. Banorët kanë ngritur alarmin për ndotjen e fshatit të tyre, e cila ju vjen nga të gjitha anët, ku më kryesore mbetet fusha e depozitimit të mbetjeve nga dy bashkitë Bulqizë dhe Klos, që gjendet në vendin e quajtur Antenat. Këto mbeturina jo vetëm që janë shpërndarë në sipërfaqe të mëdha, nga kafshët, shpendet apo era, por janë bërë burim për ndotjen e ujit të pishëm.